Gjykata e lartë ka marrë një vendim të rëndësishëm duke refuzuar rekursin e ish-deputetit Partisë Demokratike Ervin Saliani, i cili kishte kërkuar lirinë nga dënimi me 1 vit burg që u dha nga Gjykata e Apelit të Përgjithshëm. Kjo do të thotë se Saliani do të vazhdojë të vuajë dënimin deri në përfundim të tij për një akuzë të ngritur ndaj tij për kallëzim të rrem lidhur me çështjen e njohur si Babale. Për herë të dytë, me 15 tetor 2024, Gjykata e lartë refuzoi kërkesën e Salianit për pezullimin e dënimit, duke lënë në fuqi vendimin e Apelit për të shërbyer dënimin në burg. Dënimi ndaj Salianit lidhet me një audiopërgjim të publikuar prej tij në vitin 2018, ku aludohet se vëllai i ish-ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj, Geron Xhafaj, ishte në bisedë me një shtetas të quajtur Albert Veliu për trafikun e drogës. Ky publikim i audiopërgjimit shkaktoi një reagim të fortë nga ana e Geron Xhafajt, i cili paditi Salianin dhe gazetarin Jetmir Oltashi për kallëzim të rrem, duke pretenduar se audiopërgjimi ishte i manipuluar dhe i sajuar. Geron Xhafaj më vonë u dorëzua autoriteteve italiane për të vijuar një dënim më të hershëm për trafik droge. Në shkallën e parë, në 18 dhjetor 2019, Saliani u dënua me 1 vit burg për kallëzim të rrem. Edhe gazetari Jetmir Oltashi u akuzua si bashkëpunëtor. Në këtë rast, mori një dënim për 6 muaj sheqelirie, por ky dënim u pezullua dhe u konvertua me 100 orë pune në interes të publikut. Pas shpalljes së vendimit të Apelit, Saliani ka hedhur akuza të forta ndaj sistemit të drejtësisë, duke cilësuar procesin si të montuar nga fillimi deri në fund. Ai ka insistuar se është viktimë e një komploti politik dhe se dënimi ndaj tij është rezultati i një përpjekje për të ndëshkuar për veprimin e tij politik. Saliani ka theksuar se ky është një dënim politik dhe se po përballet me një proces të padrejtë. Me refuzimin e rekursit nga Gjykata e lartë, Saliani do duhet të vuajë dënimin deri në përfundim, ndërkohë që ka ende mundësi për apel në gjykatën kushtetuese, por pa efekt të përkohshmërinë e dënimit. Hetimet dhe procesi gjyqësor për këtë çështje kanë ngritur shumë pikpyetje dhe janë pjesë e një debati të gjerë politik publik në Shqipëri.